Përfundimisht ne jemi një shoqëri mizerabël, një vend ku morali është flamur, valvitet vetëm kur ka erë, një shoqëri me mentalitet thellësisht oriental, ku të dobtit goditen me gurnë, ndërsa të fortit i përulen me servilizëm. Këtu nuk ka rëndësi kush je, por sa frikë mbjell. Sa ti jesh në pushtet të thërrasin vizionar, udhëheqës i ndritur dhe sa po të rrëshqet këmba të turren të gjithë si orla. Kjo është natyra jonë, të përshtyjmë aty ku kemi lëpirë. Kur dikush ngjitet, të gjithë i vrapojnë pas si karvan për favore. Kur bie, e vrasin me gurët e lavdërimeve të djeshme. Asnjë s'ka guximin ta sfidojë të fortin sa është në maj, por të gjithë kanë kurajën e çakallit ndaj viçit të rrëzuar. Në këtë vend revolucioni moral fillon vetëm pasi ikën rroga pushteti e favoret. Njerëz që dje betoheshin për besnikëri sot shkruajnë statuse për drejtësi. Gazetarë që deri dje mbanin mikrofonin përballë ministrave me përulje, sot recitojnë analiza për korrupsionin. Kolegë që në mbledhje votonin pro sot flasin për tradhti të parimeve. Dhe publiku i ka duart gati për druar trokitje për linçim në të njëjtën kohë. E njëjta turm që u lërinte rroft sot broret ta marrin. Kjo nuk është drejtësi, kjo është hiena kolektive. Një sistem instiktesh primitive që i ngjan më shumë një fshati të trembur se një shoqërie moderne, sepse në thelb ne nuk kërkojmë drejtësi, ne kërkojmë hakmarrje, por vetëm ndaj atyre që janë rrëzuar. Korrupsioni na neverit vetëm kur bie nga duart e atyre që se ndajnë me ne. Në këtë vend të fortët mbijetojnë duke u pasuruar, të dobtit mbijetojnë duke u përshtatur, të tjerët duke heshtur. Ndaj çdo herë që sheh një ministër të rrëzuar, mos u gëzo shumë, nuk është triumf i drejtësisë, është rituali ynë i zakonshëm i kanibalizmit moral. Ne nuk i rrëzojmë të korruptuarit, ne i konsumojmë sapo s'kan më pushtet për të na ushqyer. Në fund është një rreth vicioz, e adhurojmë tiranin derisa na shkel, e mallkojmë sapo na harron. Jo vetëm pushteti ka faj që korruptohet, ka faj edhe shoqëria që e nderon korrupsionin. Dhe në këtë rrugë nuk do të ketë as heronj, as armiq, por vetëm turma që broret dhe po ajo turma që pështyn. Ne jemi një shoqëri që nderon frikën dhe e quan në nshtrimin urtësi. Dhe si çdo shoqëri që rri në gjunjë, edhe ne kemi mësuar të ngrihemi vetëm për të hedhur gurin mbi të rënat.